Gati. Ka filluar Energy Arena. Do thonë ju me siguri thoni me veten tuaj sa shtora. Ora është vonë. Futja gol, s'ka problem. Është vonë. Si gjithmonë është vonë, sa shumë muhabet, por ka i stil për këtë gjë. Nuk është, po përse do të bëjmë gjëra, domethënë, më falni mua dhe Macin tim personal thellësisë, emrin e Garoshi, unë jam Mohamedi. Tani për gjithë që thoni, po këta çka kanë kështu kaq të gëzuar, sot kemi shkuar me pushime, po ndryshe nga të tjerët, duke qenë se ne duam shumë punën. Po, dhe ju do shumë. Edhe ju na doni shumë, ndërkohë që bëni plazhe, bëni diell me ndoni për ne, thoni patat shkretët. Kujdes se po bëni pa bomë me atë gjë. Kujdes, po, nuk bëj as i pa bomë. Për gjithë ju që sigurisht thonë gjumi, si do bëjmë pushime ata. Po, çfarë do hajë? Ja, e kuptoj si do bëjmë pushime na, tu punon. Jo, valla çfarë do hash ti smze? Jo, frika domethënë. Ne shikoni jemi në një pishinë, ndërkohë që ne dalim një xhiro. Për shembull, aty shoh dikë. Aty tjetër. Tema tan ka ca DJ-a, vëllezër. Do jemi bashkë deri në orën se bie. Sa hyrja këtu? Hyrja është 200 lekë pa 4 lekë. Deri në 13 pra nuk është mirë. Maso është 13, je stot 4 lekë, se mos fitoni gjë ashtu. Do jemi bashkë, do kemi të ftuar, sot se u lag mikrofoni, do kemi një. Jo, u lag mikrofoni pak, domethënë. Po thoya do kemi të ftuar, kemi filluar një tip programi social. Ky është Roshi, unë jam Andi. Kthehemi pas pak, do shihni se kush i ftuari, do ta zhysim pishin keq fare. Pak më vonë. A bëjmë do kështu ciao. Ciao. Energy 106.6. Jemi këtu me syze. Jemi këtu me sa po bëjnë një pyetje, po ti nga dole ti më. E ishte që na topi se kemi sa goca nga mbrapa. Maje, shpëtoj. Jemi këtu me ftuar, që thash, shikoni është një person shumë i rëndësishëm. Si jemi? Kohët e fundit ka menduar të futur politikës. Jo. Ndarka. Atëherë për shokët ka disa që thrasin Ermali i bukur, thrasin Ermal Mamaji, në fakt ky është emri i tij, jo thjesht thrasin. Ka dhe nga ata që thrasin Ermali i The Dreams. Edhe ka dhe Moli që më thon. Kush do të Moli më? Këta me siguri nuk janë shokët, apo shokët. Shok shumë me shaka, shaka shok. Është Ermali pra që kemi ftuar sot për si ditë të parë të arenës, do ta çelim me një Ermal të pa që po e them dhe. Si po duhet, ke vap? Shijo shumë bukur, kam i gjë këtu poshtë. Ai masazhi. E pa se kam i gjë po. Po marrësh më keq. Jo, maksimumi sa vet më ta, domethënë, okay. Atë do thoni juve si është ideja e të ftuarve, është shumë e thjeshtë, domethënë ne kemi vendosur të kemi një program serioz pas shumë rubrikave të ndryshme, pas shumë shkrimjeve nëpër gazeta, nëpër revista ku na shajnë se bërtasim. Nuk bërtasim ne, na shajnë. Po bërtasim. Nuk është se bërtasim shumë në fakt, madje edhe shokët që kemi që nuk bërtasin. Atë kemi ftuar Ermali të bëjmë, kemi vendosur me artistët që ftojmë këtu në pishinën tonë, kjo është arena pool me qira fjala. Po në ç'është pool, me pool shoot kuqe, jo, është pool, domethënë pishin në mënyrë anglishte. Jo Si e gjakun. E s'ka batuta tonë. Se e kuptoj, po. Patjetër. Atëherë, Ermali. Një prezantim i shkurtër datëlindja, emri, mbiemri, vendlindja, vendrritja. Atëherë 21/3/82, jam praktikisht 24 deri 25 vjeç. Nga mosha 24 deri 25. I fejuar i martuar me fëmijë? Jo, thjesht i dashuruar, njëri i mirë mbi të gjitha. Mirë pra. Beson shumë te Zoti këtë e di. Zoti u bekoft. Se kam time. Ta rroda e për ne tash do unë se më do thosh në fund po. Si do qoftë. Po e pra në fund. Okej. Atë pyetja e parë, pyetja e dytë domethënë, pyetja e parë mas të parës. Bi? E treta nga fillimi. Si them ti? Jo më sa shumë si kuptoj, duhet të kuptoj. Jo, ish po kur shoh kështu si. Ja që ka dhe artisti këtu. Ne kuptove ti? Nëse e kam si thonë e kam do të ishte dikush tjetër këtu në vend tënd, jo për do në genialitet tjetër. Generalitet do të thonë. Jo se kështu mes dy burra si më duket. Bëhemi 3 burra. Ish një bën 2 burra. Ta e plus 2 4. Nge kthejmë që pyetja se s'është gjë kjo muhabet. Atëherë, disa të njohin si DJ, disa të njohin si këngëtar, disa të njohin si këngëtar solist, disa të njohin si këngëtar i një grupi. Pyetja e parë është edhe aktor. Fal, po jo nuk e thash edhe aktor. Fal. Ça gabimi bona, më dështoj fabula direkt. Po thoja, cili nga këto në fakt ty të pëlqen më shumë që të njohin? Më pëlqen më shumë të më njohin si këngëtar. Kaq.
Mos të lagët mikrofon? Jo, mos kime reakcion nuk lagët. Ja, kap me dojë. Tjetër është. Si këngëtar. Atëherë më bën dot një përshkrim të shkurtër fare, vetëm fillimi si ka filluar. Ideja për të qenë një këngëtar. Atëherë, kam qenë klasë 8, semestri i parë më doli 4 muzikë. Se ka qenë me solfezh atje. Duket. Po, semestrin e dytë ndodh që unë këndoj. Edhe zysha më tha, ua sa zë të bukur paske, u futa në lice, mërova Akademinë e Arteve, edhe tash ja ku jam, këtu në pishin. Shprehje të gjuar. Nëse po thoja, ja ku është në pishin, është normali, do i kthejmë pak më vonë, kemi shumë pyetje. Brenda 60 minutave, zborët i bëjmë pyetjeve, kemi edhe një tjetër. Kam marrë bukë me vete. Po ujë? Edhe ujë patjetër. Është po. Jo. Ja. Pas të kemi dëgjuar se laga kamerën, Misha Danjec, Take Me Higher. Energy 106.6. Jemi rikthyer përsëri tek Arena, por pasi dëgjuam Misha Danjec Take Me Higher, unë në fakt do kthehem përsëri tek Ermali, kam dërguar në një vend, se ku do ta shihni pak më vonë, po para se ta bëj këtë gjë, do bëj 2 stacione autobusi më parë, do takojmë DJ-t që do marrin pjesë në program, kaq çuditshëm Arena Pool, dhe dyti pastaj aty ku do shikoni vet. Fillim ke DJ-t. I pari, ky është Eridi, e njini domethënë. Ndërkohë, po të kalosh kujdes çadrën, Nero, ky është DJ Cherry. Të tjerë s'po them se dini shumë mirë se ku qysh tek si e ka hallin, po bën sigur mikson, ose ka seriozisht domethënë. Tani stacioni tjetër Kermalaçi prapë, një. Arritëm sa po i thash mos bërtas sikur se kemi vilën Ismail Kadaresa afër domethënë. Ti ke shumë simpati për të apo lezon gjithmonë libra e tij rregullisht. Patjetër, më pëlqen shumë tre shokët. I njeh të gjithë e thash, i ka në koleksion në bibliotekën e tij. Ke bibliotekë? Patjetër, kam një bibliotekë, kam brenda frigorifer. Librave ke fjalë. Po kjo ruan më tepër freskinë e librave, i bën ata të jenë më të lexueshëm në çdo kohë, sidomos në verës. Jo, pa sidomos në në verë kur do shumë të marrësh një libër ta lexosh që mos të dërsitën duart tek librin të ftohtë. Pa, kuptova. Kam një pyetje shumë serioze për ty. Doja që të përgjigjesh shumë seriozisht, por të lutem po menduar shumë për përgjigjen. Ta pyetjen. Pyetja me kujdes, kjo shumë e zgjuar ka të bëjë me karrierën tënde. Mendon se monopartizmi në Kin, pra një partijak me ekonomi tregu të liruar, është një formulë pozitive? Ti më floko e ka vet fajin për këtë. Atëherë, dua më tregosh pak se kjo ishte sa për një. Ishte më. Më trego pak për sa i përket ardhes tënde te grupi The Dreams. Unë i njihja të 3 djemt e grupit The Dreams, Florin, Sonin dhe Artiostin. Eriostin, po kështu i themi në shkurt, Artiost. Edhe kështu që u largua Flori. Kush u largua? Flori. U largua Flori, 2 shokët e tjerë më menduan që unë mund të isha i përshtatshëm për atë vend. Më propozuan, unë erdha. Po sidoqoftë edhe me Florin isha shok, edhe nuk ishte asnjë lloj gjë, edhe tash jam shumë shok me Florin, me 2 çunat që ndodhi shumë kështu rastësisht. Te kam bërë në fakt shumë gjë e bukur që edhe pse ndodhin këto lëvizje, gjëra që ndodhin nuk janë normale. Që njeriu gjëja më e bukur që mban mend në karrierën tënde. Kam qenë me grupin The Dreams edhe me ty. Jo, nuk i di atë matë edhe ty. Në Elbasan. Po, në Elbasan ka qenë një experience, nuk më shpërsërit më ajo. Ka qenë kënga Nuk dua ta di 2003. Atëherë që u bë hit ajo këngë, nuk kam pa ndonjëherë, domethënë njerëz si të gërthisnin në atë formë, edhe aq shumë njerëz, edhe aty për herë të parë kam parë 2 vajza që jo, se mbase duket kështu si mungesë modestie, po ato më vërtet po qashin për që kur dëgjonin këngën. Patjetër. Ndërkohë mua kujtohet një fragment, do të them një fragment nga kjo Elbasanit. Në një moment caktuar unë kisha gjerdisje të para dhe e ke parasysh ku ishte momenti me ta boja dhe në një moment caktuar shoh gjithë njerëz që bërtisnin, ulërisnin, që fillon të qeshnin. Tani pyetja që më lindi është unë të pa në pantallon, në një gjë, thash kam siguri gjë që shkoj. Ishte në rregull. E konfirmon edhe ky. Njerëzit vazhdojnë të qeshin, thash me vetë, po ç'kan këta. Në një moment caktuar kthej kokën mbrapa dhe di çfarë pash.
Ti e mban mend çfarë pash të lidhur pisk me kabllin e mikrofonit, Ermalin, Sonin dhe Artiostin. Artiostin. Si gjasë Artiola kështu. Po, pastaj Soni më ka pasur më kështu sipër. Po pra pas momentin u ishte rrezu. Edhe pastaj ishim gjithë gonxhe, nëse u marrë kënga u zgjidhëm. E mbaj me vetë, domethënë. Rikthehemi prapë Ermalin pak më vonë, më parë Madonna, Get Together.